Parashikimet profetike për vitin 2026. A e dini se çfarë ka profetizuar Nostradamus? Po Baba Vanga për vitin 2026. Tani po ja u tregoj. Si gjithmonë kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Nostradamus, për ata që nuk e din, ka profetizuar deri në vitin 3797. Pra, për çdo vit ai ka dhënë mendimin e tij ose ka profetizuar për evenimentet që do të ndodhin vit pas viti. Për ata që nuk e din, shumë prej këtyre evenimenteve kanë ndodhur, janë vërtetuar. Për ata që nuk e din, disa mendojnë që është një projekt i krijuar nga disa tipa, kurse të tjerë mendojnë që Nostradamus ishte i udhëzuar nga një shpirt ose nga një qenie e padukshme. Megjithatë, çfarë ka profetizuar Nostradamus për vitin 2026? Ai thotë që do të ketë një trubullir të madhe. Nuk do të ketë luftra të mëdha, por do të jenë luftra të vogla, dhe ato po ndodhin. Ku ta dinte Nostradamus para shumë vitesh që në vitin 2026 do të ketë trubullira të mëdha dhe do të ketë krizë financiare të pjesës së madhe të botës, sepse parat do të ndahen në mënyrë të pabarabartë. Këtë ka thënë Nostradamus, jo unë. Dhe tjetra, po t'i shikoni të gjitha traziret që kanë ndodhur kohët e fundit janë vërtet me një koincidencë perfekte. Tjetra, në qoftë se e keni lexuar, Baba Vanga ka treguar që në vitin 2026 do të ketë jo vetëm trubullira të mëdha, por lufta civile, dëgjojeni me kujdes, lufta civile do të intensifikohet në të gjitha shtetet dhe të gjitha shtetet do të jenë gati për një luftë të madhe. Nuk do të ndodhi, me sa e thot ajo, nuk do të ndodhi një luftë e madhe, por do të ketë kaq trazira sa që do ta çojë njerëzimin në luftën e tretë botërore. Dhe ajo thot që mos o Zot të ndodh një luftë sepse nuk do të eci më këmbë njeriu për vite me radhë. Pra, nga ku i kanë marrë këto informacione për të dhënë këto profeci, këta njerëz? Sepse, për shembull, nëse e lexuat, këto dje doli dekreti i Shtetet Bashkuara të Amerikës ku Donald Trump ka hequr, pra ka pezulluar vizat e 75 shteteve, mes tyre edhe Shqipëria. E keni lexuar pa diskutim dhe në një situatë të tillë, pa diskutim, sepse nuk ishte ndodhur prej vitesh një gjë e tillë, në një situatë të tillë, Donald Trump e njeh shumë mirë që në qoftë se do të ketë një përplasje, qoftë me Groenlandin, për ata që nuk e kanë lexuar ose kanë parë në videot e mëparshme që kemi bërë, Trump insiston për të marrë Groenlandin. Dhe nga ana tjetër, Evropa thotë që në qoftë se do tentojnë, thotë, ne do futemi ushtarakisht. Bile Danimarka është shprehur që tani ka filluar që të bëjë lëvizjet e saj, pra është një moment shumë me tension të lartë. Mirë po, dua t'ju them diçka. Në videot e mëparshme, gjatë gjithë viteve që kemi folur për këto argumenta, kemi thënë që viti 2050 po afron. Dhe nëse keni vënë re, unë kam folur deri tani me superlativa, por do të them pak më hapur këtu që të kuptohet. Atëre, është projektuar para shumë vitesh. Dhe nuk është se e vendosin disa, e vendos dikush. E ka vendosur prej kohësh që duhet jetë se s'bën në këtë formë bota. Pra, bota duhet jetë një e vetme. Duhet me se s'bën. Shiko, e kam studiuar gjatë, e kam parë që është tepër e vështirë që të menaxhohen shtetet ashtu siç janë, që të eci përpara planeti, për shumë arsye. E para njerë që për trazirat brenda vendit dhe për monopolet. Monopoli i shkon gjithmonë politikanëve, mbretërve e tjerë. Dhe populli vdes për të ngrënë. Pra kështu ka qenë që prej kohrave të lashta. Tjetra, në qoftë se e keni vënë re, të gjitha risurset toksore po shterojnë. Ku do haj? Në qoftë se një vend nuk ka risursa, për shembull, në qoftë se një vend, për shembull Shqipëria ka çdo gjë, ka naftën, ka bakrin, ka nikelin, ka ujin, ka malin, ka fushat, ka çdo gjë. Pra Shqipëria ka, po një vend tjetër që nuk ka, për shembull Sahara ose vendet afrikane.
vendet afrikane kanë këto xhevahiret, për shembull. Dhe padyshim duhet ketë si quhet marrëdhënie, sepse nëse nuk marr xhevahiret nga Afrika, nuk do ja ushes popullit. Dhe nga ana tjetër, Afrika duhet të marri resurset, pra që të mbijetoj. Unë dhash një shembull të vogël që për të kuptuar që në të gjitha shtetet, atë që ka një shtet nuk e ka tjetri dhe është i detyruar bota që të eci përpara. Dhe tjetra, që është akoma më keq, është mos kontrollimi. Si do ta kontrollojnë botën këta nëse duan që të ecin përpara? Sepse sipas llogaritjeve është bërë një llogaritje kompjuterike ku shikojnë se si mund të eci zhvillimi i njeriut nëse nuk do të ketë kontroll. Nuk e di, keni para apo jo? Para disa viteve është bërë një kontroll, do t'ja u them këtë sepse nuk e kam përmendur. Është bërë një studim nga disa shkencëtar japonez, kinez dhe amerikan. Dhe kanë vënë re që nëse me një sistem kompjuterik që si do të eci njerëzimi nëse nuk ka kontroll. Nëse nuk kanë kontroll të çfarë do llojshëm, pra kontroll edhe të popullsisë, kontroll edhe të si mund të quhen, të aktiviteteve që bën njeriu pothuajse çdo ditë. Dhe ata nuk ja u priste mendja që mund të ishte një kohë kaq e shkurtër. Brenda 27 viteve, 27 vite shumë për mendimin tim, 27 viteve të gjithë njerëzimi mund të shkatërrohet. Mund të shkatërrohet për shumë arsye. E para që mund të ketë një pandemi. Tjetra mund të ketë një problem financiar kaq të madh që krijon probleme të tjera në popull dhe populli ngrihet dhe fillon dhe vritet mes njëri tjetrit. Pra, nëse nuk ka një kontroll, po flasim kontroll të gjithanshëm këtu, po flasim kontroll të popullatës, kontroll të si quhen mjekësisë, të ilaçeve, të shëndetit, të çdo gjëje. Nëse nuk ka një kontroll, njerëzimi zhduket brenda një kohe shumë të shkurtër. Dhe ky është problemi që ja u thash këtë për të kuptuar që nëse ne do të shkojmë në vitin 2050 që nuk mund të jetë në këtë forum siç është tani, pra bota, atëherë ne nuk mund të tejkalojmë këto vite. Brenda një kohe shumë të shkurtër çdo gjë do të marrë fund. Pra, do të marrë fund sa më shpejt. Dhe për të mbijetuar sa më shumë bota dhe njerëzimi, sepse është e rëndësishme që të mbijetoj bota me resurset që ka, se si do jetoj njeriu, kjo është shtëpiza. Nëse kjo është shtëpiza dhe këto janë resurset, si do të jetoj njeriu për të ecur përpara, pra për të mbijetuar në shumë vite, nuk po themi sot për sot. Dhe ky është problemi kryesor që tani po bën gjithë këto trazira. Në sintezë ja u thash që trazirat që po bën tani nuk janë gjë tjetër, veç se duhet që të sistemohen të gjitha shtetet dhe të gjitha politikat, qoftë ato të vendeve të vogla por edhe të mëdha, sepse për ata që nuk e din, ndonse Amerika, Rusia, apo të gjitha këto u duket sikur do të jenë kështu për gjithmonë, nuk mund të jenë kështu për gjithmonë. Por me kalimin e kohës do të bëhen ashtu siç është projektuar. Është projektuar që deri në vitin 2050 do të jenë të gjithë bashk, një gjuhë vetme, një monedhe vetme, një sistem i vetëm, çdo gjë do të jetë vetëm një. Dhe nga ai moment do të jetë çdo gjë super e kontrolluar. Me këta device-at që kemi këtu, me kompjuterat, me një sistem tjetër, dhe do dali një sistem tjetër që nuk ka lidhje fare me fjalë, është me këto telefona këtu dhe me kompjutera, por është krejt ndryshe sepse do dalin kompjuterat kuantik dhe mënyra që do të komunikojmë do të jetë krejt ndryshe me hologram. Dhe të gjitha ato që keni parë në filma janë reale, kështu që shumë shpejt do shikoni ndryshimet e mëdha. Do pyes në njëri nga ju sepse shpesh lexoj disa komente, do pyes në njëri nga ju, po mirë, çfarë do të ndodh tani në vitin 2026, gjithë këto trazira. Unë jam i bindur që nuk do të ndodh asgjë. Ndonse ka shumë, si t'ju thash edhe këto parashikimet profetike, që thonë që do të ketë trubullira të mëdha, do të ketë çeta të mëdha, qoftë nga Nostradamusi, por edhe nga Baba Vanga, por nuk do të ketë luftë të tretë botërore. Kjo është me pak fjalë. Do të ketë çeta të vogla, por jo luftë të tretë botërore. Ky është mendimi im dhe këtë kanë thënë edhe këta parashikuesit. Tani do të dëshiroj një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni për të gjitha këto që tham. Dhe në qoftë se do të përplasen këto superfuqit
e mëdha tani, në këtë periudhë. Çfarë do të ndodhë? Sipas jush, pra mendimit tuaj. Pres komentet tuaja, ditë mbarë.